Çdo vit shtetet anë mban botës kremtojnë ditën botërore të dhurimit të gjakut. Edhe në Shqipëri kjo ditë vjen jo vetëm si një thirrje për ndërgjegjësim ndaj nevojave për gjak të sigurt, por dhe si një falënderim për dhuruesit vullnetar të gjakut. Mësohet se pranë qendrës kombëtare të transfuzionit të gjakut, fal angazhimit të dhuruesve vullnetar, në 5 mujorin e parë të vitit 2025 janë kryer 4050 dhurime vullnetare, 979 dhurime më tepër ose 32% më shumë krahasuar me vitin e kaluar. Sipas autoriteteve të qendrës, shifrat tregojnë ndërgjegjësim në rritje dhe një kulturë solidariteti në shërbim të jetës, ndërsa dhurimet e rregullta të gjakut ndihmojnë në mbajtjen në kontroll të niveleve të ekurit në trup, veçanërisht tek burrat. Ndër të tjera, sipas autoriteteve, në vendin ton mbeten ende të larta nevojat për gjak për shkak të rritjes së vazhdueshme të kërkesave nga spitalet dhe veçanërisht për pacientët me sëmundje kronike si talasemia. Mesatërisht në ditë nevoja është për 100 njësi të dhuruara që në muaj do të përktheheshin në 3000 dhurime. Sipas autoriteteve shëndetësore, transfuzioni i gjakut nuk është një element jetëshpëtues vetëm tek të sëmurët me talasemi, por është jetik edhe në rast të aksidentesh dhe ndërhyrje kirurgjikale, sëmundjet kronike të gjakut, sikurse janë anemi të lindura, gjendje shëndetësore kritike që i dedikohen sëmundjeve të gjakut, apo përdorimi të kimioterapive në rastin e të sëmurëve me kancer. Kjo ditë sot sensibilizon njëherë që në çdo institucion duhet të bëhet tradit dhurimi i gjakut. Më e rëndësishmja dhe më e vlefshmja është padyshim shpëtimi i jetës. Me një dhurim të vetëm 3 persona përfitojnë prej tij. Ky është përfitimi më i madh që mund të marrim nga të qenit dhurues i gjakut, sipas bluzave të barta.